përballje me 3 presidentë ndryshëm. Ka pasur me zotin Nishani në mes mandati, në vitet e para, dhe ishte një konflikt permanent, duhet thënë, me zotin Nishani për shkak të dekreteve, për shkak të disa vendimeve që merrte Këshilli i Ministrave. Me zotin Meta pati një muaj mjalti apo disa muaj mjalti dhe më pas zoti Meta u transformua. Ku ndryshon situata me zotit Meta, që dhe ai sipas mazhorancës në atë kohë i vendoste në një pozitë vështirë në raport me ndërkombëtarët kur deklaronte le të vinë amerikanët të marrin, çon te pallat të marrin me gropa, unë bëj këtë, unë bëj atë, dhe kjo i vuri siklet dhe një nga akuzat ishte vendosja në konflikt me raport me partnerët ndërkombëtar, se zoti Meta është i vetmi precedent që një president është shkarkuar me 104 vota, por shkeljet gjykata kushtetuese tha nuk ishin shkelje kushtetuese që të justifikojnë shkarkimin e presidentit. E ku ndryshon situata midis Begajt dhe Metët? 30 sekonda se do t'ju lej edhe kolegëve. Me zoti Meta përdori president për të bërë politik në gjysmën e mandatit të tij, sepse ktheu edhe dekrete që ndoshta sipas edhe vetë gjykatës kushtetuese nuk duheshin kthyer dhe duke i qartazi që argumentimi i zotit Meta dhe këshilltarëve të tij për rrezimin e dekreteve ishin tërësisht politike dhe shumë pak juridike. Pra e ktheu presidencën në zgjatim politik. Në një parti politike. Sepse kuptoi që ja kishin pasur me të futme kur kishin bërë president. Dhe kjo ishte çudia më e madhe në vendin tonë, sepse këtu i bëjnë president dhe pastaj thonë si doli ky kaq i pavarur. Dhe zoti Begaj kur është marrë vendimarrja për të, kanë menduar duke parë edhe tiparet e tij paqësore, dhe kanë thënë që ky është i kundërt me zotin Nishani dhe i kundërt me zotin Meta. Dhe është në linjën tonë politike. Unë mendoj që presidenti Begaj është një president brenda përçmërive, pra nuk besoj që ka dikush që është zgënjur nga performanca e tij në këto 3 vite. E thash, është një president i zgjedhur nga mazhoranca dhe ai është një presupozohet të patjetër një aktor mbi palët, por po aq është një aktor politik, siç po e shohim në rastin e fundit, kështu që në këtë kuptim unë besoj që patjetër ka një lloj afiliacioni me mazhorancën. Për sa i përket pastaj dialektit, ne kemi pasur kryetar parlamenti si zonja Jozefina Topalli dhe zoti Gramoz Ruçi që kanë pasur njëri dialekt tosk dhe tjetër dialekt geg. Nuk besoj që është pika e tij. Unë do kisha votuar dhe preferuar dialektin e Shqipërisë mesme, por nuk besoj që është se thosh pika e tij e dobët e zotit Begaj. Por e përsërisë në 96 nuk e harroj. Thoshte sa Brigota se ky diskutim ka qenë qysh në vitet 90, me që duhet ta mbaj mend se ka qenë deputet në atë periudhë, thuaj Berisha nuk flet mirë shqip dhe Sabri Godon dies pas thoshte një gjë shumë, e ka thënë me dëshmitar, s'kam qenë vetëm unë. Fëmijët e vegjël e mësojnë gjuhën shqipe edhe nga televizori dhe nga modelet që shohin televizor. Unë pres që presidenti i Republikës të më flasë gjuhë shqipe, me që e kishe merakun të Shqipja. Me që mbyllë. Po them që edhe dialekti, shikoj, edhe dialekti është gjuhë shqipe. Edhe dialektet janë pasuri kombëtare, nuk ka. Edhe Gramoz Ruçi kishte dialektin e tij, edhe Jozefina Topalli në moment caktuar kishte dialektin e tij. Nuk besoj që e varfëruan ose dhanë shembull të keq presidenti i Republikës vetëm se tha fjalën e ëmbël ose fjalën e ëmbël. Ky është mendimi im. Deri më sot. Më fal. Po e lëm dialektin. Po argumenti, unë e pi kafe, unë jam president e Republikës, e pi kafe pa shqe se omë jomël vetë, a mundet thot presidenti omë jomël vetë, ja ta them me dialekt, që nuk do mori nga veshët dhe burta, se pas ka përmend presidenti fjalën e ëmbël. Tu jemi për analizë politike, se jemi për analizë. Po pra tash një president për një fjalë, ai nuk është se flet gjithkohës me dialekt, ai nuk flet gjithë tua, ai tha një fjalë ëmbël. Se s'ke fol përpara ti për dialektin tosk ose dialektin gek aty. Po është tek thelbi asaj që thot më tani. Po një fjali, si më një fjali. Më katë mendoj që i falet një fjali. Që kërcënimit i bën në gjuhën geg dhe marrëveshjet i bën në gjuhën tosk. Po dialektet e pasuri kombëtare, më çdo më thonë. Kështu që mbyllim. Sepse deri më sot në 3 vjet të Begajt ne nuk kemi parë një person politik. Ne, në çdo analizë që ti bëjmë, nuk ka qëndrime të pastra politike e tij, por ka tashmë një etiketim që bën Partia Demokratike nëpërmjet këtyre daljeve që bën. Pra, në qoshen politike, Begën e ka vendosur Partia Demokratike. Tani po i them, më thoni një institucion kushtetues të Republikës së Shqipërisë që nuk është i politizuar sot. Sipas këndvështrimit të Partisë Demokratike, më thoni një. Ç'është është filozofinë e saj që të gjithë pa përjashtim të bëj politikë. Mirë, tjerët mund të jenë politikë. Në qoftë se unitet kombëtar, mund ta tejkaloj këtë gjë, duhet ta tejkaloj këtë gjë. Atëherë sa po thash, që në gjithë analizat që kemi bërë në deri në këto vendimet
nuk kemi interpretuar këtë person si një person politik. Bile unë mbështet absolutisht Heli në këtë rast, është personi i cili përshtatet me llojin e Republikës që kemi ne, është njeri i qetë, njeri paqësor. Në fundi çfarë detyra ka të dekretoj, por nuk është akti fundi dekretimi, më zotë. Dhe të shkojt kaloj një 4 dita, 5 ditë në Piana de Albanezi. Por nuk u shqetësuam asnjëherë që tjetri dilte dhe i bënte pthirje popullit shqiptar në miting politik, Merrni armët. merri armët. Dhe nuk jemi të Jo, shqetësuar. unë pyeta ku qëndron dallimi? Nuk qella dhe se Tani u interpretuaj që bukur sa nuk duhet ta riprodhoj një herë. Presidenti E Bega i shpuri ka lënë partinë armët. në presidencë, tani partia ka vajtur në parti, presidenca ka vajtur në parti. Pra, ai nuk ishte presidencë më. Por ne, kur prodhojmë udojlin e njeriu të qetë, njeriu paqësor, njeri intelektual në fundit, që nuk di të ngrej zërin dhe nuk di të anatemoj askënd, se nuk kemi artikulime tilla. Edhe artikulimi që kanë nxjerrë dje, pra ajo deklarat, në gjykimin tim, këshilltarët e vet, qoftë politik, qoftë juridik, e kanë futur në një kolaps sepse atë deklarim ai do ta bënte në datën 31, atje ka drejtën për ta bërë. Mos i parapri, mos i futet lojës. Se Berisha kërkon që këta të futen lojë dhe ta spostoj vëmendjen politike drejt e Thonë pat. ju, në me që nuk e mbroni, duke thënë që e kanë futur në kurth ata këshilltarët vetë, bie që ka gabuar me këshilltarët vetë. Ju falenderoj shumë. Arben Meçi, Lavdrim Lita, Akim Bashi dhe El Murati ju falenderoj shumë. Sikur se keni